Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Është gjetur greqishtja pontike, kryeqyteti Arbanion, një lloj si në Krujë kryeqyteti Arbanon. Këta folës pontik janë folës të dialektit jonik. Gjuha e çuditshme që gjendet në Iliri, ku mungon forma e trajtës së shquar. E njëjta gjë është në gjuhën e Cakonias, të gjetur në Spartë. Shpesh, 99% mungon forma e trajtës së shquar në gjuhën e Cakonias. Tani, forma e trajtës së shquar është ruajtur në gjuhën arvanitasve. Çdo mbiemër në gjuhën arvanitase fillon me trajtën ta. Për shembull, ta bukura, ta mira, nuk thon të bukura, të mira. Kjo është gjuha arvanitasve dhe kjo është në një dialekt arbresh, original. Në gjuhën e arvanitasve, në Atik, sepse arbreshët janë përzënë nga Atika, që ta dini ju. Por arvanitasit atje thonë gjemisa ose gjemsa për gjysmat dhe ta gjimsa këto gjysma në numrin shumës. Në dialektin dorik të Spartës janë gjetur pllaka ku shkruhet ta hemisa, do thot këto gjysma. Në fakt në Shqip varianti këta, këto, është pikërisht kjo formë e neutrit. Po e përsëris. Këtë, atë, këta, këto, është forma e neutrit në shumës të dashur shqiptar. Është forma e trajtës së shquar në Shqip. Kjo është bërë pjesë e mbiemrave. Ta gjemsa, ta gjimsa, ka kuptimin këto gjysma. Kjo i prapavendoset pastaj gjuhës arbreshe dhe shumë si gjysmate. Në gjuhën e grekërve pontik dhe në gjuhën e Cakonias është ta hemisa. Numri shumës, si në gjuhën arbreshe. H-ja nistore në gjuhën greke bie, por bëhet në gjuhën shqipe gjë. Po përse bëhet gjë, do thoni ju? Sepse në gjuhën greke, forma e trajtës së shquar për emrat mashkullor është ho, që duhet i vihet përpara fjalës gjymsa në gjuhën greke. Pra, për shkak se kjo është një zanore, kjo ho edhe ajo rrëzon hën nistore. O i misa, o i misi, është në mashkullore, në gjuhën e Atikës. Pra kjo i misi është regjistruar në gjuhën arumune jumata, gjysma. Është dhe në gjuhën shqipe, gjemisa, gjimisi, gjimsa, por është edhe në gjuhën arumune, edhe në gjuhën rumune. Në gjuhën rumune është zhumata. Pra ky tingull njëstor i iliro-helenishtes, h-ja njëstore, është bërë gjë në Shqip, është bërë j në gjuhën arumune dhe është bërë zh në gjuhën rumune. Po pse do thoni ju? Sepse në greqisht hemiso ndryshon në shekuj dhe bëhet himisi. Kjo h-ja bie para himisi në mashkullore dhe me qenë se në gjuhën e Atikës vendoset forma e trajtës së shquar o himisi, kjo e-ja nistore kthehet në i të gjatë.
Dhe kjo ndodh në të gjitha dialektet greke, në Pontike, në Cakonian dhe dialektin e Atikës. Shkruhet Hemisa, por shqiptohet Jimisa. Ndërkohë që gjuha shqipe ka ruajtur edhe formën gjemsa në gjuhën e Atikës, forma gjimsa tek arbreshët, dhe kjo bëhet gjymsa dhe gjumsa në gjuhën e gegëve. Pra nuk ka ardhur shqipja nga gegënishtja, s'është e vërtetë. Gegënishtja, toskërishtja janë dy forma dialektore. Nuk është më e hershmja gegënishtja. Ky ka qenë gabim shumë i madh. Mënyra se si gegët e shqiptojnë gjymsë, pra është origjinale gjimsa, arbreshe gjemsa. Është numri shumës i neutrit në gjuhën e Cakonias dhe në gjuhën e grekërve pontik me kryeqytet Arbanion. Grekët pontik janë albanët të dashur shqiptar. Fisi albanëve janë grekët pontik, e kuptoni apo jo? Kryeqyteti i tyre është Arbanion dhe simboli i tyre ishte një shqiponjë e bardhë argjendi. Shqiponja e Zeusit, por me një kokë, jo me dy koka. Edhe shqiponja e mbretërisë Arbanion në Shqipëri ka një kokë, është një shqiponjë me një kokë dhe është e bardhë. Jo e zezë. Shqiponja e zezë është shqiponja e Bizantit, që kemi ne. Shqiponja e Arvanitasve është shqiponjë e bardhë. E kuptoni apo jo? Prandaj kanë emrin Arvanitas, Alba i thonë e bardhë në greqishten pontike. Qyteti Alba është gjetur në Kret në vitet 1200 para erës sonë. Qyteti albanëve. Pra, në gjuhën pontike shkruhet Hemison me shkronja greke dhe me një s, jo me dy s. Në greqishten e lars ka qenë me dy s. Por shqiptohet Jimison. Kjo Jimison bëhet gjimsa në Shqip. Shqipja e ka marrë këtë lloj shqiptimi nga greqishtja pontike dhe gjuha e Cakonias. Dhe ta Jimisa në gjuhën arbresh është ta gjymsa. Por në gjuhën e arvanitasve është ta gjemsa. Gjuha arvanitase ka ruajtur zanoren origjinale e të greqishtes së lashtë. Me një frymthell. Gjuha arvanitase është më greke se të gjitha dialektet greke. Pra, të gjitha dialektet shqiptare kanë ndryshuar sipas ligjeve fonetike të gjitha dialekteve greke. Gjuha e Atikës e shqiptarëve atje dhe sot e kësaj dite ruan shqiptimin e lashtë Iliro-Helen. Tani, përse po i bëjnë këto filma? Po ndodh një fenomen shumë i rrezikshëm. Parlamenti shqiptar po bën rindarjen administrative të Shqipërisë dhe po i jepen Greqisë qytetet shqiptare me emra grek, vetëm se kanë emra grek, që ne duhet i heqim sa më parë. Por ne kemi të njëjtën origjinë indo-europiane. Këta emra grek janë vendosur nga pushtuesit grek të vëllezërve të tyre ilirë që ne ata na quanin penest. Dhe në Dibër, ai gjithë Iliria është quajtur Penestia, do të thotë skllavëria. Njerëz pa tokë që kanë humbur tokën dhe janë kthyer në sklevër. Sklevërit e parë të helenëve kanë qenë popullsia autoktone ilire. Dhe historia po përsëritet. Grekët neve po na pushtojnë pak nga pak. E gjitha kjo ka nisur me një zonjë nga Pradeshi, një jevgë, që ju ka thënë shqiptarëve që ju jeni pellazg. Do të thonë, ti je pellazg, do thotë ti je grek.
por gjuha shqipe nuk është gjuhë greke, ka origjinë përbashkët dhe fjala gjimsa e vërton këtë komplet, sepse në gjuhën arvanitese është gjemsa, e shqiptuar si në helenishten e lashtë, ndërkohë që të gjitha dialektet shqiptare kanë ndryshuar shqiptimin. Eja kthehet në i dhe në y në gjuhën e Cakonjas, dhe kjo vërtetohet me fjala myza në gjuhën e Cakonjas, miza në shqip, që vjen nga helenishtja mia. Në gjuhën e grekërve pontik është myga, miza. Pra, albanët kanë folur dialektin dorik. Është e sigurt kjo. Dhe tani, Shqipëria po coptohet, shqiptarët janë kthyer në ortodoks, grek, për përfitime ekonomike, sepse shqiptarët nuk kanë moral. Nuk din ata, atyre nuk ju intereson origjina shqipes, po disa euro në xhep, disa dhrami greke. Shqiptari blehet me 30 dhrami. Është një tradhëtar i lindur shqiptari. Është fati ynë i keq që s'kemi një kulturë kombëtare. S'kemi ndërgjegje të atdheut. Ç'është atdheu? Atdheu është gjuha. Tokën e humb sot, ta merr pushtuesi e rifiton nesër. Po humbe gjuhën, mbarove, ike, vajte, nuk ekziston më. Pra po bëhet shfarosja dal nga dalt e shqiptarëve, dhe librat për gjuhën shqipe, që ta dini ju, të gjitha librat e vjetër të shqipes, nuk janë në faqen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, janë në faqen e internetit të Kishës Ortodokse Greke. Kisha Ortodokse Greke është bërë pronare e gjuhës vjetër shqipe. Në universitetet shqiptare mësohet tani për tekstet e gjetura në liri, që janë të gjitha greke. Përse do t'i studiojnë shqiptarët këto tekste? Dihet që janë greke, janë përkthyer nga universitetet amerikane, nuk ka nevojë të studiohen nga shqiptarët që janë mendje lehtë dhe kujtojnë që ne jemi pellazg, do të thënë ne jemi grek. Jo, tekstet në liri janë greke, nuk janë shqipe. Pra, po ndodhin gjëra shumë të rrezikshme në Shqipëri. Librat e shqipes i ka marrë në pronësi Kisha Ortodokse, tokat i ka marrë në pronësi Kisha Ortodokse, ndërgjegjen kombëtare e ka marrë përsipër Kisha Ortodokse. Dhe pjesët territoriale në jug të Shqipërisë po i merr Kisha Ortodokse greke, të gjitha. Pra, në vend të ushtarëve, qeveria greke sot po përdor priftërinjt. Këta janë si akejt e lashtë që u futën në Troj, ne na janë futur priftërinjt grek dhe po na shkatërrojnë shtetin shqiptar. Dhe minoritarët grek i kanë futur ato tentakulat e tyre të kancerit në Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe të gjitha partitë e vogla sundohen nga ata, nga agjenturat e tyre. Shqipëria është në një rrezik shumë të madh. Pra, unë kam gjetur origjinën iliro-helene të shqiptarëve, por unë jam avokati i mbylljes së kufirit me Greqinë urgjentisht, ndërkohë që qeveria shqiptare i ka hequr të gjitha pikat kufitare, i ka shitur pronarëve grek. E kuptoni apo jo? Nganjëherë me emra shqiptar, por nuk janë shqiptarët pronarët e vërtet të këtyre hoteleve të ngritura në pikat kufitare të Shqipërisë me Greqinë, more, kuptoni ju apo jo çfarë po bëhet? Këtu po plas lufta e tretë botërore, shqiptarët po ju adhurojnë tokat grekërve. Ndërkohë që tokat duhet shtetëzuar sepse ka qenë pronë e perandorisë otomane, më herët pronë e perandorisë bizantine dhe më herët pronë e perandorisë romake. Nuk ka patur zotër në tokën shqiptare kur. Prandaj toka duhet shtetëzuar dhe si në Angli që i përket mbretërisë toka, ajo jepet në përdorim. Me 1 euro 900 vjet. Po thoj se falas, por nuk është toka jote pra. Dhe nuk ke nevojë që ti të vrasësh dikë për atë tokë. S'ka nevojë fare të bëjnë gjyqje në Shqipëri dhe vetë gjyqësi, sepse asnjë pronar toke nuk ka dokumente për tokën. Janë të gjitha të falsifikuara, sepse tokat janë shpërndar nga sultani, jeni çerve të tij.
Këta që kanë qenë pronar tokash, këta kanë qenë vrasësit e shqiptarëve. S'pa hinde jeniçerat që masakruan arbreshët që ikën për në Itali. Tu japësh toka atyre, ato do ngrenë xhami në këto toka, kuptoni apo jo? Pra, ne duhet krijojmë ndërgjegjen kombëtare dhe ndërgjegja kombëtare krijohet me tokën, me pronësinë e tokës. Ti mund ta marrësh në përdorim tokën. Nuk është toka jote. Kush ta dha tokën ty, more grek i qenit, ë? Kush ta dha ty tokën? Kryeministri shqiptar të puthi në ballë dhe ta dha tokën mor qen, por toka është arbrore, kupton ti apo jo? E pastaj se ka emra grek, e punë e madhe fort. Po grekët kanë hequr emrin e Helladës, Hella, dhe e kanë vënë emrin Zotikos, do thot ai i gjalli për Krishtin. Ata kanë hequr emrin e Helladës, emrin më të shenjtë, kanë hequr 6 herë emrin e qytetit Troizen. E kanë ndruar. Grekët po ndrojnë emrat e fshatrave në Shqipëri, po i bëjnë grek. Kanë futur emrin Kryoner nga uji i ftohtë i Shqipës. Ç't'ju them, të dashur shqiptar, ka dalë ligji për ndryshimin e emrave të Shqipërisë, i sponsorizuar nga Partia Demokratike në vitin 2007, nga Sali Serbi dhe Edmond Spaho, ish ministri i turizmit. Pra këto dy koka lubish, këto dy monstra, këta përbindësha kanë krijuar një ligj sipas të cilit grekët mund të ndryshojnë emrat e të gjitha fshatrave dhe qyteteve shqiptare, vetë pa miratimin e parlamentit. Dhe kush e pyet Akademinë e Shkencave të Shqipërisë? Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk është në gjendje të shikojë ngjashmërinë e Shqipës me greqishtën pontike, që vërteton që ne jemi autokton. Këtë desha të them unë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ju po e humbisni Shqipërinë përpara syve tuaj, more s'po bëni asgjë. Jeni të çmendur. Bashkohuni me ne të mbyllim kufirin me Greqinë sa më shpejt të jetë mundur.